Dhe nuk ka përjetim, nuk ka kënaqësi, kështu mendon njeriu. Nuk ka përjetim, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur Allahu Teala ty të thot, o filan, i biri filanit futu në xhenet. Edhe ti mo nuk pyet, ti ndoshta ai në shkallën më të ulët xhenetit. Krejt janë më nalt se ti, krejt janë më mirë se ti, ati je tu kënaq, edhe tu e falenderu Zotin edhe tu thon, o Zot sa më ke kënaq, sa më ke nderuar, sa më ke begatua, se ti mendon se krejt janë më poshtë se ti, ati ndoshta je në shkallën më të ulët të xhenetit. E tash, këtu është një përjetim tjetër, që na për harrojmë shpesh, edhe këtu do të fokusohena pak minuta. Kur hyn njeriu në xhenet, edhe fillon me u kënaq, të në të mirat, mas pari shoqërohet me familjarët e vetë, ato që janë konë xhenetli, kuptohet. Shoqërohet me njerëzit e mirë, shoqërohet me dietarë, shoqërohet me njerëz të devotshëm, shoqërohet me njerëz të sinqert, me ata që i ka dashur jetën e kësaj bote, nashta s'ka mujt me u taku me ta. Disa prej nesh ka mundësi me u shoqëruar edhe me shahidët, ndoshta edhe me pejgamberët e Allahut, ka mundësi. Allah na mundsoft neve dhe juve. Edhe tani çka? Po han. Krejt pijet e lejume, s'ka të me të bodam, ha sa të dush, pisa të dush. Lumejt atë, mu knash, ndash me qumsht, ndash me uj, ndash me mjalt, ndash me ven, jo de, se mos e kesh kuptani. Se kjo vena këtu de, atje nuk de. Për ata ku shepin venën këtë dënja, privohet me pin nga lumi i xhenetit që është prej venës. Po ajo është jo dese. Pra prit pak, pa sabër pak do vjetë, mos e përdor këto hiç, ku të shkesh kime pi sa dush, këtu ti merr met, këtu të hup, këtu të bën me thonë si të çmendur, ndërsa atje çka vesh të kënaq. Pastaj pallatet, pastaj hyriat e xhenetit. Allah na mundsof neve dhe juve me përjetu këto të mira në xhenet. Edhe shumë e shumë të mira. Dhe duke qenë në këtë kënaqësi, në këtë përjetim, befas pa prit, e pa kujtu hiç, thirr një thirs, o banorët e xhenetit, o banorët e xhenetit, Allahu po ju thret me vizitue. Subhanallah. Allahu po i lyp xhenetlit me shkumen, na me vizitu Allahun Teala në xhenet. Edhe habiten këta, çuditen, edhe nisen, edhe ky thirr si i të bën, i thret në wadil efjah, në një lugin që quhet efjah, edhe drejtohen xhenetlit atje, edhe i nxon pozitat venat e tyre, se cilin bazë të punëve që i ka bën jetën e kësaj bote. Edhe duke qenë në këtë gjendje, edhe pak si të habitun, si të hutum, kur ju paraqitet Allahu Teala. Ju paraqitet Allahu Teala, duke qenë xhenetlit në luginën e fjah, në këtë ditë në cilën jemi nesat, në ditën e xumas. Dhe e dini qysh i përshëndet banorët e xhenetit, krejt pari deri të fundit. Assalamu alaikum. Edhe shtangen habiten xhenetlit kur e dëgjojnë zanin e Allahut. Nuk e kanë pas Zotin. Veç zanin po ja dëgjojnë. Edhe të gjithë të impresionuar, të ngazllyer nga kjo përshëndetje Allahut, e dini si ja kthejnë përshëndetjen Allahut. I thojnë Allahut, Allahumma anta salam, wa minka salam, tebarakte ya dhal jalali wal ikram. Çishto e kthejnë përgjigjen xhenetlit. Edhe Allahu Teala i pyet, o robrit e mi, o banorët e xhenetit, apo keni nevojë diçka më shumë ju dhon? I thojnë, mjafton o Zoti jon, mjafton kjo që na ke dhënë. Na i ke rëndu peshorët në ditën e gjykimit me punët e mira. Na i ke fshi gjënahet. Na i ke zbarë ftyrat që na u kanë nxi prej gjënaheve. Na i ke zbarë ftyrat, na i ke pastru ftyrat. Na ke dhënë gjithçka që po na duhet. Na ke dhënë edhe më shumë se sa që kena mendue. Na ke dhënë ato që menja se ka imagjinue. Syni se ka pas, veshi se ka dëgjue. Ball mjafton o Zot, mjafton. Herë Allahu Teala në këtë ditë të xumas, në këtë ditë të bekuar, ju paraqitet direkt robëve të tij edhe e largon perden, e largon hijabin. Edhe çka ndodh, shtangen habiten xhenetlit kur ju paraqitet Allahu direkt. Kjo është momenti kulminant,
Kjo prioriteti besimtarit musliman. Me lyp xhenetin po xhenetin Firdaus, edhe me lyp me u taku me Allahun në luginën e fjah, në ditën e xumas. Që shtu lyp ai njëri që është ambicioz, njëri që është me ambicie të larta e lyp se Allahu për xhenetlit e ka rujt veten e vet. Se shtohet pyetja, e ka pa dikush në jetën e kësaj bote? Kur se ka pa? Vetëm Musa a.s. e bën një herë pyetje, tha o Zot, a bën me të pa? Tha nuk mundesh o Musa, po kam qef, tha o Zot, tha që më knaqe edhe më shumë. Atëherë Allahu Teala e lëshoi pak nga drita e tij, e lëshoi pak dritë, edhe i tha shiko Musa në kodër, nëse kodra qëndran aty rrin, ki me mpa. Kur e lëshoi Allahu dritën, kodra këtë rafshu po. Edhe Musa çka i rat fikt. Edhe kur ju kthyve dia i kërkoi falje Zotit. Do thënë këtë botë as pejgamberët se kanë po asnjë. E në botën tjetër e ki këtë privilegj, e ki këtë pozitë, çysh pe shohin pejgamberët Zotin me pa edhe ti. Mirë po tash thuhet pyetje të nderuar vëllazër. A jemi të përgatitur për çit takim? Edhe tash çito fytyrat tona, e çita trupat tona, a janë të gatshëm me punët që i kemi bon jetën e kësaj bote me dal para madhërisë së Allahut, edhe me u taku me Allahun dhul xhelal. Pyet në veten ka një herë, çysh kemi i dal Zotit? Nëse je mushur me harame, me xhenahe, çysh me dal para Zotit? Çka do të thotë mesazhi i kësaj është që ruani trupin e juaj prej xhenaheve. Ruani sytë e juaj prej xhenaheve. Ruani fytyrat e juve se nesër shpresoj me qëto që na i ka dhënë Zotin këtë botë, po duke i përsosi, përkry me shikim shumë më të fortë, me trupa më të fortë, me pamje më të mirë, me dal edhe para Allahu Teala. Dhe kur dalim para Allahu Teala, wujuhun yawma idhin nadira. Atë ditë thot Allahu fytyrat e xhenetlive shkëlqejnë, ila rabbiha nadira. Qysh shkëlqejnë? Pse shkëlqejnë? Duke shiku Zotin e tyre. Dritë bohen krejt. Sa që kur dahen prej takimit me Zotin, edhe e shohin njëri tjetrin i thonë çka jeni bën kaq të bukur, disa i pyesin të tjerët, ato gratë i pyesin burrat kur shkojnë atje në pallate, thotë çka keni ndryshuar kështu, çka po lëshoni dritë? Thotë jo valla normal, thotë veç jena taku me Allahun, e ndoshta që aty jena bën më të bukur. Je shohen. Andaj përgatituni për këtë moment. Dhe besomni, kjo është një histori e shkurtër e xhenetit, histori ka shumë të flitet për te. Mirë po do të vjen një moment kur dalim para Zotit, ki me thonë, o Zot, sa shpejt më rëshkoj dënjaja, sa shpejt shkoj jeta në varreza, sa shpejt u bo kiameti, dola para teje, a që tu i kom pas dëgjue ditën e xumos në filën xhamin të filën hoxha. Kanë me dalë dhe me thonë të fresta këto fjalë, edhe këto mësime, edhe këto thonjet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj pra, Allahu Teala në nderon me ma shumë se sa ne e meritojmë. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Allah po thot, ata veprmirët, ata që kanë bë vepra të mira, atyne ju takon e mira. Kush është e mira? Ka thonë dietar xheneti. Jep Allahu xhenetin. Për çka? Për të mira që i ke bë. Po jo veç kaq, wa ziyada, edhe ka shtesë. Çka shtesë për të xhenetit? Wa ziyada, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë dietarët islam, ziyada është shtesë, shikimi në fytyrën e ndritshme të Allahut te bareke ve taala. Pastaj vllazën futen njerëzit në xhenet, përjetojnë kënaqësitë, përjetojnë lumturinë. Shoshnohen me miqtë edhe me dashamirët. Mirë po vllazën është interesant, ata nuk kënaqen në xhenet kur në mesin e tyre nuk i shohin më të dashurit e tyre. Edhe e pyesin Zotin, i thojnë, o Zoti jon, po krejt ka kanë këtu, po vllai jam në ka këtu. O Zoti jon, krejt ka kanë këtu, po motra jam s'ka kanë xhenet. Runa Zot, o Zoti jon, krejt ka kanë mirë shumë, po baba jam s'ka këtu. Apo nana jam nuk ka këtu. Edhe dini çka, Allahu Teala çaq i mëshirshëm i thot, shkon nxjerrë ti babën tën prej xhenemit. Ti shkon nxjerrë nanën tonë prej xhenemit. Ti shkon nxjerrë vllahun ton prej xhenemit. Ti shkon nxjerrë djalin ton apo vajzën tonë prej xhenemit. Runa Zot po ndarje dhimbshme. A mo vllazë për me të nxjerrë dikush prej xhenemit, duhet me pas punë, duhet me pas elemente, duhet me pas vepra që me diçka me të nxjerrë, me pas shaja të imanit, me pas punë të islamit,
Se ndoshta futën në xhenem, po ndoshta në fund bëhet sebeb dikush edhe të nxjerr. Andaj edhe na këtu duhet m'ia dhon fjalën njëri tjetrin këtë ditë të bekuar të bereqetshme. Kur të shkojmë atje, Allah na mundsoft të gjithëve. Po nëse hyni ju atje në xhenet, edhe kënaqni krejt, edhe i shihni krejt, po nuk e shihni imamin e laxhës. Nuk e shihni këtë hoçi që po ju marr këtu këshilla, po marr hutbe ligjërata. Mos ta harroni vllazni, mos ta harroni sepse Allahu jep edhe atje, çish po jep këtu, jep edhe atje shumë. Edhe thuaj o Zot, jam fal mas këtina, apo kom dëgjuar derset e këtij hoxhe, apo ky u bë se për këta apo për ata. Pse nuk e kem mesin tonë? Po edhe hoxhallarët, edhe dietarët është mirë me kujtu xhamatin e vet, me thonë o Zot, kët axha filani që i ka 80 vjet, 90 vjet, ky u fal 40 vjet në xhami, nuk peshak këtu, çka është problemi? Sepse nashta ky ka me lanaj ndaj gjuna atje se Zoti me gjuna nuk na shtin xhenet, të shku mu pastru një herë. Pastaj, masit pastrohen, i fut një lëmë, mja u hije ka to do me thonë, shajat e xhenemit, pastaj Allah i fut në xhenet. Andaj pra është mirë vllazni, është mirë mu interesua për çta njerëz të mirë në këtë botë, pastaj me u interesua edhe në botën tjetër. Inshallah Allahu na lehtëson edhe na mundson xhenetin.